Sot kemi dhe diplomimin e brezit ri të psallëve. Fol lumturi, aty një dashur Joan. Të nderuar hierark, klerik, psalt, të dashur besimtar më Krishtin. Kisha ortodokse për gjatë shekujve ka himnuar madhështitë e veprave të Zotit përmes psalmeve, himneve dhe këngëve shpirtërore. Edhe ju fol lumturi, e keni nënvizuar këtë realitet hynor, kur thoni me thellësi frymëzuese se muzika, e cila ka lindur në tempull, transmeton në një mënyrë direkte ftesën për të hyrë në një dimension që e ka përcen kohën dhe hapësirën dhe na fut në infinitin. Ajo është një art që depërton më shumë dhe më thellë se çdo art tjetër në zemrat e njerëzve, që freskon shpirtrat e tharë, që shëron të sëmur dhe afron dimensionin njerëzor me atë hynor. E frymëzuar nga kjo ndërgjegje shenjtë dhe nga përkushtimi i pashuar për gjallërimin shpirtëror të besimtarve, Kisha Ortodokse Autokefale e Shqipërisë, në ndrejtimin e shtritshëm të kryepiskopit të paruar Anastas, tregoi një kujdes të veçantë për artin psaltik, duke vlerësuar atë si pjesë shumë të rëndësishme të jetës liturgjike. Me vizion të kthjellët, ati i ndjerë e përkufizoi rolin e psaltit si të hirshëm, duke i parë psaltët ashtu si që përcaktojnë edhe kanonet e kishës, si klerik që shërben jashtë hierores. Për këtë arsye, në vitin 2012, u themelua për herë të parë në historinë e kishës sonë, Shkolla e Muzikës Bizantine, në zemër të qendrës shpirtërore Thavor në Shkos të Tiranës. Në këto 13 vite të funksionimit, mbi 60 psalt janë formuar e diplomuar, duke shërbyer sot me përkushtim në tempujt e Tiranës, Korçës, Beratit e Pogradecit. Një prej veprave më të rëndësishme dhe sfiduese të stafit pedagogjik ka qenë rishikimi dhe redaktimi i përkthimeve të vjetra liturgjike, plotësimi dhe përkthimi i shumë shërbesave të reja dhe për më tepër përpunimi melodik i teksteve të tyre e deri tek përshtatja apo kompozimi tyre në shkrim bizantin. Këto përpjekje janë konkretizuar në një trashëgimi monumentale, korpusi me 11 libra muzikor voluminoz dhe 5 libra liturgjik, disa prej të cilëve tashmë kanë parë dritën e botimit, duke shërbyer si themel për mësimdhënien dhe praktikën kishtare. Studentët e kësaj shkolle të bashkuar në korin bizantin Shënjan Kukuzeli kanë qenë pjesëmarrës të palodhur në shërbesat hynore, por edhe ambasador të artit psaltik në ngjarje të rëndësishme kulturore dhe shpirtërore në Shqipëri dhe jashtë saj. Prania e tyre aktive në rrjetet sociale është po aq domethënëse, mbi 430 video të himneve bizantine të publikuara në kanalin ton YouTube. Ndërkaq, vlerat e këtij arti të shenjtë janë evidentuar dhe përmes kumtesave dhe punimeve shkencore në institucionet akademike të vendit, si dhe përmes emisioneve të shumta në bashkëpunim me Radio Ngjallja. Këto vite kanë qenë të mbarsura me kryq dhe me ngjallje, vite për kushtimi e shprese, gjithmonë me syt e shpirtit të ngulur tek Zoti. Në këtë udhëtim nuk kemi qenë asnjëherë të vetmuar, sepse na ka shoqëruar në çdo hap kujdesi atëror dhe dashuria pa kushte e kryepiskopit Anastas. Dhe tashmë, e njëjta përkujdesje ndjehet edhe nga ju fol lumturi, që në pak kohë keni treguar ndjeshmëri dhe përkrahje të thellë ndaj psaltëve dhe ndaj punës së tyre të shenjtë. Ju keni qenë një prej zërave të sinodit, ku që prej fillimit keni mbështetur rolin e psaltëve profesionist dhe përfshirjen e tyre të denjë në jetën kishtare, dhe për këtë ju falenderojmë me gjithë zemër. Sot është një ditë e veçantë gëzimi. 6 psaltë të rinj nga qytetet të ndryshme të Shqipërisë i bashkojnë zyrtarisht korit të kishës, duke u diplomuar përpara tërësisë së trupit kishtar. Si drejtori i shkollës dhe në emër të gjithë stafit pedagogjik, uroj që rrugëtimi tyre të jetë i bekuar, i ndriçuar nga hiri i shpirtit të shenjtë dhe i udhëhequr gjithnjë nga forca e mesazheve hyjnore që përcojnë himnet kishtare. Njëkohësisht,
Ju falendrojmë me mirënjohje të thellë folumturi, si presidenti shkollës sonë, për përkujdesjen dhe për mbështetjen e vazhdueshme për lullëzimin e artit psaltik në Shqipëri. Faleminderit. Do të falenderoj Zotin Thodor Peci për përkushtimin e tij në përgatitjen e psaltëve, dhe siç u tha, psaltet janë shumë të rëndësishëm në kish. Liturgjia merr një tjetër bukuri kur ka psalt të mirë dhe muzika depërton. Madje flet shpeshherë shumë më fort se sa dhe fjalët, sepse ngrej lart emocionet. Dhe psaltët duhet ta bëjnë gjithmonë punën me përkushtim, sepse ti këndosh Perëndis është një privilegj shumë i madh. Si thot psalmisti, do të psal Perëndis gjithë jetën time. Çdo njeri, çdo i krishter duhet jetë një psalt. Pavarësisht se sa bukur mund ta ketë zërin ose jo, duke i kënduar Perëndis me zemër, ne i afrohemi Perëndis. Andaj edhe muzika është shumë e rëndësishme. Madje nëse do të njohësh qyterimin e një vendi, shiko si festojnë edhe si këndojnë. Muzika tregon shumë më tepër se çdo gjë tjetër edhe nivelin kulturor dhe shpirtëror të një vendi. Prandaj kultivimi i muzikës kishtare nëpërmjet përgatitjes së psaltëve është një pjesë shumë e rëndësishme edhe ungjillizimit, sepse përhapet një frymë jashtëzakonisht e mirë. Edhe njerë ju uroj psaltëve që të vazhdojnë atë që thot Davidi në psalmet e tij, do t'i psal Perëndis gjithmonë. Psalini Perëndis, sepse do keni gëzim në jetën tuaj, e këtë gëzim do e përhapni edhe këtë tjerët. Ju uroj juve një jetë gjatë edhe të jeni të devotshëm në shërbimin e kishës. Andon Andoni. Sukses. Perëndia të ndihmojë të ndriçoj. Vasil Nano. Salini me devotshmëri. Joan Tupa. Gabriel Stojko. Dhe Dimitër Qilingiri. Është një tjetër. Emanuel Çollaku. Tani të dëgjojmë edhe një herë psaltët se si këndojnë. Ka të të rinë